Përfundon mbledhja e grupit teknik ndërsektorial. Nëna, 33 vjeçare dhe 3 fëmijët e saj asistohen me ndihmë mjekësore dhe sociale pas përfundimit të mbledhjes së grupit teknik ndërsektorial GTN. Është vendosur që 3 fëmijët dhe nëna e tyre Blerina Basha të asistohen menjëherë me ndihmë mjekësore dhe sociale. Ndihma do të nisë fillimisht me sigurimin e të gjitha medikamenteve të nevojshme për trajtimin e sëmundjes infektive të zgjebes. Ata do të vazhdojnë të qëndrojnë në spital derisa të kurohen nga sëmundja ngjitse, zgjebja, ndërsa më pas do të vijojë një proces i vazhdueshëm mbikëqyrje sociale në banesë. Ndërkaq, do të bëhet edhe pastrimi dhe dezinfektimi i apartamentit të tyre. Drejtoresha e Shërbimit Social pranë Bashkisë së Durrësit, Diola Xhango, bëri me dije për mediat se në mbledhjen e GTN-s ku morën pjesë përfaqësues të Shërbimit Social, Policisë, Shëndetësisë dhe organeve jo fitimprurse u dakordësua një plan i koordinuar ndërhyrje në funksion të forcimit dhe riintegrimit të familjes. Sipas vendimit, 3 fëmijëve u janë dërguar në spital Veshmbathje dhe pritet u dërgohen të gjitha medikamentet e nevojshme për trajtimin e sëmundjes pasi në pediatri nuk ka. Do të kurohen të 3 fëmijët dhe nëna. Financimi i këtyre ndërhyrjeve është marrë përsipër nga organizatat Nisma ARSIS dhe World Vision. Ndërkohë, do të nisë procedimi i pasaportizimit dhe zhvendosjes së regjistrimit familjes, e cila aktualisht figuron e regjistruar në Vaun e Dejës. Vet Blerina është nga Berati. Regjistrimi i ri si banor të Durrësit do t'i hapë rrugë për fshirje së familjes në skemat e strehimit social të bashkisë. Për nënën e fëmijëve, përmes zyrës së punës do të shihet mundësia e gjetjes një pune të rregull dhe dinjitoze me orar tetorësh, në mënyrë që ajo të ketë mundësi të kujdeset edhe të mirërisë fëmijët e saj. Aktualisht ajo punon deri në 16 dhjetor. Gjithashtu asaj do t'i ofrohet mbështetje psikosociale. Shërbimi social do të kryejë kontrolle dhe mbikëqyrje të përditshme të befasishme për mbarvajtjen e situatës familjare. Nëna do të jetë në një periudhë prove për të vlerësuar aftësinë e saj për të ushtruar kujdestari ndaj fëmijëve me qëllim përfundimtar mbajtjen e familjes së bashku dhe garantimin e interesit më të lartë të fëmijëve.